Projekti i madh energjetik ndërtimi hidrocentraleve të Çebrenit dhe Galishtës mund të jetë një projekt shtetror jo privat. Këtë mundësi e latë hapur ministria energjetike Sanja Bozhinovska, e cila tha se po shqyrtohen të gjitha opsionet se kush mund të jetë financuesi kryesor i projektit. Најубаво е ние како држава да поседуваме, меѓутоа се работи за проект кој ќе биде минимум милиард евра, што не е мала ставка, знаејќи го каков ни беше буџетот. Ќе ги доформализираме сите овие проценки и мислам дека во најкој временски период ќе знаеме точно кој метод ќе го примениме понатаму. Меѓутоа сакаме да биде македонски државен проект. Nëse vendoset të jetë projekt shtetëror, kjo do të thotë një ndryshim në qëndrimin e qeverisë për të ndërtuar dhe operuar atë nga kompani private me pjesëmarrjen e EMV-s shtetërore. Përndryshe, këto dy objekte energjetike në Cërnareka u ofruan si një mundësi investimi gjatë vizitës së fundit të qeverisë maqedonase në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe më pas u theksua se kushdo që të jetë investitor, këtë herë tenderi nuk do të përfshijë menaxhimin e liçenit ekzistues të Tikveshit, i cili është pjesë e EMV-s, por shërben edhe si rezervuar ujitës për rajonin e Tikveshit. Ministria Bozhinovska shpreson që këtë herë projekti të ketë sukses. Ние веќе во декември направивме работна група, формиравме под координација на Министерството. Таа работна група имаше неколку состаноци, неколку месеци. Сега ние ќе видиме, бидејќи во ИСМ датираат од 62 програмите и бидејќи сите знаете дека 14 неуспешни тендери, сакаме да го направиме овој пат како што треба. Ги разгледуваме опциите, дали ќе биде тоа Чебрен, Галиште, колку метра ќе биде браната, тоа е сериозен еден пристап. Ќе видиме и колку тоа ќе изнесува, при крај сме со тоа да видиме колку тоа ќе чини. Ndërtimi i hidrocentraleve Çebren dhe Galisht ka rëndësi strategjike për Maqedoninë, jo vetëm në aspekt të sigurimit të pavarësisë më të madhe energjetike me fuqi të instaluar prej 500 MW, por edhe për sigurimin e 2 akumulimeve shtesë që do të jenë rezervuar për ujite, por edhe për ujë të pishëm.